Mirë, jemi rikthyer në studio dhe çfarë do bëjmë tani Alma? Do diskutojmë për gjithçka ka ndodhur nga fillimi I fermës VIP në këtë edicion të tretë. Ne do kthehemi në një fan club të vogël, sepse do diskutojmë gjithçka që po diskutojnë ata që janë dashuruar me fermën VIP në këtë edicion të tretë të saj. Dhe çfarë kemi kuptuar është që ka shumë aty jashtë që mezi e kanë pritur në fakt një reality show I cili ka sjell shumë po shumë të qeshura. Mjafton stresi që kemi për ditë, trafiku, ato merashit e mëngjesit dhe ajo që ne duam është ta nisim ditën të hapim telefonin, të dëgjojmë diçka që ka thënë Moza dhe thjesht na ndrit dita. Kaq mjafton them. Përpos kësaj, ferma është e përbërë nga shumë fermerë, por për diskutuar, ndoshta për ngjarjet e fundit e cilët kanë qenë protagonistët, na thonë gazetarët e showbizit. Redion Shtylla me ne në studio sot, shumë kënaqësi të kemi. Kënaqësi gjithmonë. Na lejo t'i themi publiku që e dim që ti je ndjekës I rregullt. Dhe kur themi I rregullt, ne ka fjalën për Prime, e ka fjalën për dy kanalet. Tash do ri pak kështu si Moza, se na ka dhënë pak atë leksion që do të jemi do rim gjithë si Moza. Unë jam një fanatik që duhet ta ndjekësh një gjë, ne nuk mund ta ndjekim 24/7 për shkak të angazhimeve, por lehtësia që është dhënë duke qenë edhe në YouTube. Unë për shembull jam në punë, ndërkohë që bëj lajme, në kufje dëgjoj gjithçka që bëhet. Një ekran e ke aty. Patjetër që po. U bën tashmë disa ditë që ne kemi shijuar fermën, nuk kemi ende një muaj që është bërë nuk kemi vetëm në 3 ditët e para, kështu që tashmë mund të flasim edhe më qartë se çfarë po ndodh brenda fermës tonë, edhe aleancat e krijuara mes VIP-ave. Po do doja ta nisja nga shumë diskutimi I madh që ka edhe publiku. Çfarë është efekti Moza? Çfarë po ndodh? Moza është një dashni, është pikërisht ajo që ti the, është një person që nuk ka maska, nuk është fasad, është e drejtë për drejtë, nuk ka atë ndjesinë për të prekur të tjerët, për të dhënë një ndikim të keq apo për ta bërë, le të themi, një lloj energjie të keqe, absolutisht jo. Ai është chilter, është e lirë dhe ka një vëmendje të jashtëzakonshme për ata që nuk e kanë njohur, flasu për shqiptarët e Kosovës në Kosovë apo për shqiptarët e Kosovës në diasporë. Besoj që ka ardhur momenti që edhe publiku do diçka natyrale, një njerëz që nuk e ka batutën me ironi apo të lëndoj tjetrin, por që t'i jep edhe leksione jete, t'i jep një humor. Ma besoni që pas Prime-it të parë, unë isha aty në mëngjes për të pritur Mozën, se çfarë do të thoshte, pra kjo magjia e Mozës, edhe nuk jam me ata që kanë dashur edhe të jap një lloj narrative duke thënë ku janë artistët, okej, ne dim që arti I vërtet dhe ata që janë të mëdhej nuk vlerësohen sa duhen, por ja, sa mirë që ka formate të tilla dhe personazhe të tilla si Moza që nuk ka komplekse fare, batutat e saj, lirshmëria e saj, padyshim që e ka rrëmbyer në mënyrë të jashtëzakonshme të gjithë audiencën. Autenticiteti dhe vërtetësia Mozës duket sikur e ka kthyer në të preferuar në publikut për momentin. Unë kam thënë, ajo është personazhi sapo ka nisur. Po, por ajo është personazhin unë që I ndjek formatet që menjëherë në mënyrë të jashtëzakonshme ka fituar të gjithë dashamirësinë dhe vëmendjen e publikut, se jemi mësuar pak a shumë edhe me formate të tjerë ku ka një lloj loje, ku ka një lloj skenari, ti jesh pa filtra është gjëja më e bukur dhe Moza na jep çdo ditë këtë leksion. Redion, nuk kam një merak në fakt, sepse Moza Ahmeti tha, unë nuk kam askënd jashtë, nuk di çfarë do vesh me Prime. Si përfundim, mendojnë që Moza Ahmeti do jetë një superstar I vërtet në Prime e sotëm? Ka idenë se sa mira miliona shqiptarë e duan, edhe pse kishe këtë merakun që ti the përveshje që nuk kam dikë që të kujdeset jashtë për mua, por sidoqoftë është një ekip I madh Vision Plusi dhe Sigurisht. Moza sot do jetë një flutur e vërtet, një superstar. Vetëm plisni. Është Prime. Çfarë pritet të ndodhë sonte në mbrëmje se që ju gazetarët e showbizit keni një informacion? Nëse do të flasim për fermerët e rinj, nëse e ke për këtë, padyshim që... Do kemi hyrje të reja dhe kush mendon se do jetë? Kush përflitet? Që përpara se të niste ferma, ishin artist dhe emra shumë, le të themi, të jashtëzakonshëm që o përflisit do të ishin pjesë e fermës, njëra prej tyre dhe Ermiorna Lekbello, një dinamik tjetër që pritet futet sonde në fermë, nuk e di pastaj do t'jetë një magjepse e madhe audiencës edhe me një personazh si ajo që është e vërtet, nuk bën lojra, nuk ka filtra, nga ana tjetër edhe Ilir Shaqiri, të cilin e kemi parë dhe në Vision Plus, aso kohë si antar jurie në Dancing with the Stars. Pra këto janë dy personazhe, do të kemi një rikthim të Ilirit në Vision, edhe padyshim që janë emra dhe vetë ferma këtë vit
ka treguar me personazhe për shembull si Jonida Maliqi, si Soni Malaj, që nuk kanë guxuar të jenë pjesë e Romir formateve. Zalla, Elvis Pupa. Elvisin e kemi parë, por Romirin nuk e kemi parë. Jo, nuk e kemi parë, pra emra që ti në një moment thua, a mund të shikojmë ne këta se si do të jenë në një format, dhe pa diskutim këtë herë Ferma jo ka goditur, por ka dhënë edhe një tjetër qasje se si duhet të jenë personazhet, edhe i ka dhënë atë, le të themi, sigurinë apo edhe të gjithë formati me yje, apo dhe me artistë të rinj që ka nevojë dhe për promovim. Por Ilir Shaqiri dhe Ermiona Lekbella janë dy emra, nuk e di me Moza dhe Ermiona, o do na lënë 24/7 përpara ekranit, ose nuk ka diskutim tjetër. Se janë të ngjashme deri diku karakterialisht. Të ngjashme, por Ermiona është një karakter më tjetër. Është më e vështirë. Po Moza është më e shkrirë në atë. Çfarë mund të themi për debatet e para në Ferma VIP? Kemi parë Akili me Blerinën, kishin ndoshta gricit e para, por s'kan qenë të vetmi. Tensionet duam s'duam në reality do ndodhin, sidomos në komunitet me shumë njerëz. Akili ka hyrë me një skenar në kohë, kjo gjë u kuptua edhe kur u zgjodh Moza. Deri ku do të çojë ky skenar Akilin? Ra, pasi Moza u zgjodh e preferuar publiku, se tha, u mendova që duke qenë antagonist, duke qenë ky djali, po i kemi parë këto personazhe që kanë këtë dellin për të ngacmuar, për të provokuar, apo për të bërë këtë intrigën e love story që po i shikoj, që po insiston me Donën, dhe pse kjo e fundit i tregoj që un jam e lidhur jashtë, edhe pse po i shkon kësaj loje batutat që bën Akili, duke thënë më pëlqen kur ti më thret emrin, apo edhe kur e preku një fermere tjetër, tha kujdesa se është Dona këtu. Edhe ajo nuk po ndjet më në siklet, nuk e di a do ta mbaj këtë lojën e këtij lloj flirti, apo është realisht një vajzë që e ka këtë elementin e shoqërisë dhe nuk e ka problem. Por sidoqoftë, debate ka pasur, nuk po më pëlqen Sara. Është kthyer si një mamallin atë shtëpi. E them këtë pasi ka një lloj të qasuri, unë jam nën, kam fëmijët jashtë, u gatuan banorëve, pastaj role ka pasur edhe Mariana dikur. Edhe nuk i ka dalë për keq. Jo, është tjetër gjë. Apo mosha ndoshta e Marianës. Po një energji të keqe e Sara, se po më ngacmon Mozën. Moza nuk ja kështu. Ty po preke Mozën, nuk i paske mirë punë. Redion, me kujdes, se orientoj publikun kështu, nuk duam. Është vetëm fillimi Fermës VIP. Sigurisht që se cili ka mundësi të shpalos veten. Por debate ka pasur, u diskutua shumë edhe kjo ikja e Malborës për shkak të një incidenti fizik në spital. Kishe pastaj këto thashe themet, a duhet të rikthehet, apo duhet jo. Kemi Blerinën e cila ka një lloj, le të themi, që po flet pas krave, sigurisht kuptohet në një lojë. Ne nuk duhet ta harrojmë që janë edhe në një lojë, në një garë, ku shpalosin edhe karakterin e tyre, por që e kanë këtë marakun si çfarë po flasin pas krave, por sidoqoftë jemi në ditën e 7 sot, edhe pa diskutim që loja ka nisur vrullshëm për ata që duan të jenë lojtar, për ata që duan të jenë personazhe njerëz si Moza, por edhe të tjerët nuk i kanë probleme këto intrigat. Dua të marr një koment nga ti për mënyrën se si janë pritur, se si është pritur Arbana Osmani dhe opinionistët në publik, se Arbana bëri një mea culpa për një thënie, një shprehje popullore, por publiku e interpretoi në forma të ndryshme. Sigurisht që si ishin komente, çfarë thuhet, përmendet akoma, është një fenomen që u harrua, ngjarje që u harrua. Nuk besoj që Arbana është personazh që fyen apo do të lëndoj në plagë. Kemi parë që gjithmonë e ka mbajtur këtë peshën e fjalës dhe të dhënit një anë pozitive. Sigurisht që para fillimit të Fermës që u përfliste se kush do të ishte prezantuesi i këtij viti, e ku shkuan pastaj tek finalizimi i Arbanës, të gjithë ata që e duan Arbanën për vite kontributit të saj në ekran, por po shikoj një tjetër Arban. Sigurisht që formati Ferma është një qasje ndryshe, edhe ajo është në një qasje ndryshe. Audienca sigurisht e pëlqen dhe ka përqafuar dhe ndjehet komod audienca me Arbanën për shkak të viteve të saj, por edhe ajo ndje pak në siklet, se nuk besoj që e tha atë batutën për Akilin për të lënduar një komunitet, por janë këto stereotipet e rëndomta që i kemi mes vetes tonë dhe dashur pa dashur,
mund të prekin dikë, për që nuk e ka thelbin tek prekja. Po tregon shumë për një moderator i cili aty dorë për dorë bën një mea culpa. Se nuk e ka këtë ndjesin për të lënduar apo për të prekur, e ka treguar gjithmonë që është e respektueshme, i jep vendin që meriton çdo lloj figure, qoftë me një muaj në ekran apo qoftë me vite në ekran. Arbana Osmani është Arbana Osmani. Bukur. E qartë, unë jam kurioztare përpos tentativave të dështuara të Akilit për të dashuruar dikë aty brenda apo për të dukur i dashuruar. Edhe mund të ndodhë diçka për hir të lojës. Tjetër në lidhje me Olën, nuk e di, do ta shikojmë. Duhet parë, kush mund të dashurohet vërtet sipas teje, me gjithçka që ti ke parë? Shikimet e shkëmbyera, ndonjë ngacmim, fjalë aty. Ngacmimi kishte që prajmin e parë me atë zgjedhjen që i vuri Agai Adionit, ku i vuri përballë dy vajzave, Olës dhe për të zgjedhur se kujt do t'ja hiqte valixhet e Donës. Pati një lloj flirti, po më pas u zbe edhe Ola që po më duket pak sikur është në fashion aty, që rri pak kështu si e karikuar, që e ka të ndjesin apo e kupton që mund ta përdori këtë element të lojës, pra këtë lidhjen, këtë flirtin për të zgjatur rrugtimin e saj, por që do doja në atë që edhe personazhet e tjerë japin një lloj vërtetësie dhe jo një lloj flirti, një lloj lidhje për hir të lojës, se na kanë ardhur majtundos këto skenare dhe padyshim ferma është aq e bukur në natyrë, pse të mos ketë diçka reale, të bukur dhe të sinqertë. Mirë, nëse mund të bëjmë një top 3 për fermerët deri më tani, kaq ditë sa kemi në fermë. Cilët janë fermerët më favorit për momentin, për tej Moza. Moza se fusim në top 3. Jo, nuk mendojmë që Moza 10 vende bash. Moza ka të vëmendjen dhe hapësirën e saj. Se nuk duhet harrojmë që ferma është një reality që ka shumë sfida. Dhe Moza ndoshta pikë të fortë nuk ka sfidat fizike. Por në qoftë se bëjmë një top 3 të fermerëve më me potencial, cilët do ishin? Patjetër që Akili ka treguar që është i pandalshëm, qoftë me debate, qoftë me ngacmime, qoftë me sfida. Moza me karakterin e saj sigurisht që po shikoj dhe që midis Jonida Maliqi dhe Soni Malaj, edhe pse ka një lloj ideje apo një lloj energjie që ne e ushqim të këto personazhe, që duam patjetër të shikojmë edhe një lloj konflikti, nuk e di pse ne duam kaq shumë shere apo. Ti mendon që Jonida Maliqi me Soni Malaj janë mikesha vërtet? Jo, ato e treguan, edhe ne që e dim personazhin, nuk është se ka një marrëdhënie shoqërore, por respekti si kolege këtë gjë e kanë pasur, por nuk e di pse të gjithë me ata që kanë folur apo që kanë parë dhe komente, dhe vetë Akili e hodhi si një shashk që u diskutua edhe në prajmin e shkuar, që është kjo lloj tendenca kur ti ke dy personazhe të mëdhenj që kanë vite në skenë dhe janë pjesë e një fushe të këngës, siç është Jonida dhe Soni, pse nuk e di pse drejqin e duam këtë lloj konflikti, por ato besoj janë shumë të zgjuara, nuk do ta japin dhe nuk kam pse ta japin këtë anën që ndoshta publiku mund të shikojë një lloj detaj, të një lloj përballje. Sipas informacioneve që ne kemi, Jonida Maliqi dhe Soni Malaj nuk kanë patur kurrë grindje? Edhe mund të kenë patur, prandaj është edhe kjo energjia. Çfarë dim ne, sepse Akili dikush ja kishte thënë. Okej, dhe besoj referohet këtu një ngjarje të ndodhur shumë vite më përpara. Mund të jenë intriga festivalesh, intriga të vetë botës së muzikës, për që janë treguar shumë të matura, por të mos lënë hapësira edhe kur... Pra ti s'di gjë, po më thua? Jo, nuk di gjë, nuk kam pse mashtroj, por besoj që në këto ujëra do jetë edhe kjo lloj polemike e hershme, ndoshta edhe për jetën e tyre sentimentale, janë përfolur... Për këtë, më shumë. Ne i kemi ditur, le themi marrëdhëniet publike të dyja personazheve, por që nuk besoj që do të bie në këtë batakun për të pasur këtë lloj energjie, edhe pse është dhe nuk e mohojmë dot. Bukur, mirë. Ka aleanca të fshehura që ne nuk po i kuptojmë dot? Ndonjëherë janë këto ato që nxjerrim më pas. Ka aleanca të hapura, ishte Malbora me Akilin që donin të kishin një lloj strategjie kundër fermerëve, edhe pse Akili është ai që do të jetë primar në këtë fermë dhe që do të jetë ai që do të zotëroj polemikat, lojërat, këto intrigat, por po shikoj që janë futur furishëm për të pasur debate, për të pasur intriga, aleanca. Shtëpia është ndarë në 2 grupe edhe në vetë përzgjedhjen e tyre në dhomat e gjumit, por sidoqoftë
jemi ende herët, por jo aq shumë herët sa për të mos pasur dhe intriga, debate, po sa herë që zgjohen se po i shikoj. Sa herë që zgjohen dhe aktualisht është duke u komunikuar një zarf i agajit. Edhe kjo duhet parë se çfarë po u thuhet. Kështu që sa po dalësh nga këtu jam e sigurt që ti do kesh një lajm tjetër për të ndarë me ndjekësit e tu. Mund të jetë një sfidë, se ka shumë sfida, mund të jetë në lidhje ndoshta me thyrje të rregullave, ndoshta me qëndrimin e Alborës, mbetet për të parë se dinamikat janë të shumta. Okej, un kam një pyetje të fundit Redion që lidhet me një tipar shumë të rëndësishëm të këtij reality show. Është thonë që jo ai që fiton zemrat e publikut mund të jetë fitues, por duhet edhe ai që është i fortë fizikisht, sepse Ferma në vetvete ka disa sfida, disa lojra, të cilat janë shumë të vështira. Kemi parë 2 edicionet e para që mund të ndodhë edhe e pamenduara. Kë shikon nga të gjithë fermerët që mund të jetë edhe i zdërvjellët ai sa duhet për t'i kaluar këto sfida? Syriani provoi të bënte sparkadën pak më parë për shembull, edhe nuk por ishte Gjesa që më zgënjeu në fakt. Pra nuk kanë muskuj tregues. Është edhe në këtë televotimin së bashku me DJ Fairfax, se kanë edhe emra të çuditshëm derisa të mësohemi. Besoj që ka fermer që nga ana fizike janë të palestruar, kjo nga ana e meshkujve, por edhe femrat nuk janë pas e kanë treguar atë dëshirën për të bërë sfida, por besoj që ata që janë më të përgatitur nga ana fizike mund t'i kenë më kollaj, siç është Gjesi që nëse do ta kaloj këtë televotim sonde në Prime, se mund të jetë edhe i rrezikuar se e kanë parë më shumë me ndonjë batutë me Mozën se sa të tregoj më shumë për veten apo të jetë më shumë i përfshirë në këtë jetesën në fermë. Gjithsesi, Gjesi dhe Fairfax humbën përballë sfidës që patën javën e kaluar, kujt ja priste mendja që Gjesi megjithatë muskuj do humbiste përballë Kubës, po. Kuba i cili është këngëtar edhe sigurisht palestra mund mos i pikë atij e fortë. Me sa duket Ferma është i paparashikuar. Merr këto ushqimet e tjera, mishi, peshku, Kuba, po kjo do thotë që Kuba hante vetëm perime tha. Po, sa mirë, ja di. Për bukuri. Edhe zgjedhjet që bëhet, por sidoqoftë Ferma ka treguar që nuk duhet patjetër një fizik, ndoshta duhet një mendje e fortë dhe të mos kesh frikë për të guxuar apo për të luajtur në këto sfida që janë. Një pyetje e fundit përpara se përshëndetemi, cili është një fermer i dobët për ty, e thënë disi. Nuk ka ndonjë kontribut real në fermë. Kemi mundësi të t'i shohim të gjithë tani. Nuk e di pse Romiri më duket Romiri? Okej. Unë them mos u nxito. Edhe pse ne nuk do të jemi ndikues, unë them mos u nxito. E shikojnë atë që e kam parë si një njeri me vite në ekran, ndoshta jam i prirur për këto energji të reja apo dhe persona që nuk janë shumë të konsumuar, por sidoqoftë presim shumë. Nuk e di pse Sony e ka kthyer fermën si një lloj narrative për vajzën e saj, për familjen, e kam parë kudo në portale për ditë me radhë që ndahen rrëfimet e Sonit, pres që edhe visi të mos fokusohet vetëm tek batuta, këtë gjë po e shikoj që e ka të vazhdueshme, banorët e tjerë janë aty me njëri tjetrin. Mirë, Redion, ne të falenderojmë shumë. Falenderoj shumë, Redion. Do kemi shumë takime këtë sezon së bashku dhe je gjithmonë i mirëpritur. Kënaqësi. Mirë. Bëhemi gati, sepse pas pak do gatuajmë së bashku. Shkodranët do jenë në mazhorancë.